Një hap drejt njohjes. Një hap drejt hapjes së mendjes. Biseda thellësisht përmbajtësore për arsimin, librin dhe të drejtat e njeriut. Prej fjalës së shkruar e deri tek zërat e fëmijëve. Hap është për ty që pyet, dyshon dhe që kërkon më shumë nga bota që të rrethon. Hapu të martën nga ora 12, Urban FM 103.5. Në Kosovë flasim shpesh për kurikula, tekste, teste e reforma. Por rrallë themi me zë të plot. Asnjë reformë nuk e prek nxënësin nëse nuk e përkthen në përditshmëri udhëheqësia e shkollës. Sepse shkolla nuk është vetëm ndërtesë. Shkolla është kulturë, është marrëdhënie, është ritëm pune. Shkolla është mënyra si merret vendimi, si shpërndahet përgjegjësia, si mbrohet dinjiteti i fëmijës dhe i mësimdhënësit, si ndërtohet besimi me prindin dhe komunitetin. Sot flasim për udhëheqjen e shkollave. Jo si administrim, por si qeverisje etike dhe profesionale e dijes. Në literaturën ndërkombëtare, roli i drejtorit shihet si ndër faktorët më të rëndësishëm brenda shkollës që ndikojnë në procesin mësimor, sepse ai ose ajo ndikon te qindra nxënës përmes mësimdhënësve, strukturave dhe kulturës që e krijon. Kjo është arsyeja pse OECD-ja e trajton udhëheqjen e shkollave si prioritet të politikave arsimore. Kur përgjegjësitë janë të qarta, kur drejtori është i përgatitur, kur ka autonomi reale dhe llogaridhënie të drejtë, natyrshëm shkolla bëhet institucion që rezulton dije dhe qytetari të përgjithshme. Por në Kosovë udhëheqja e shkollës e ndjen edhe një presion tjetër, pabarazinë e kushteve. Mjafton të shohim hendekun urban dhe rural në infrastrukturën digjitale. Dhe pikërisht këtu çështja bëhet interesante. A udhëheq njësoj shkolla në qendër të Prishtinës dhe në fshat të Pejës, apo udhëheqja është art i të bërit më shumë me më pak? Për këtë arsye, sot për herë të parë në hap, kam dy të ftuar njëkohësisht. Dy drejtues të mirë të shkollave. Eona Uruqi, drejtoresh e shkollës Fajkonica në qendër të Prishtinës, dhe Adhe Krasniqi, drejtori i shkollës Pjetër Budi, e lokalizuar në zonë rurale të komunës së Pejës. Të ngjatjeta. Shumë kënaqësi ju pas të dyve njëkohësisht. Edhe që unë njoh personalisht, po edhe di për punën e madhe që bëni në institucionet që i drejtoni. Gjithashtu do për neve, Akon. Faleminderit shumë. Akon, faleminderit. Jam i nderuar. E mirëpres këtë bashkëbisedim. Me kënaqësi shumë. Unë po ta qef me nis me një fillimisht me hap këtë diskutim, po kam qef edhe unë personalisht, po besoj edhe ata që na shohin e na dëgjojnë me e kuptu ju si drejtor të shkollave. Po e nisim me juve drejtoresh. Qysh e fillon ditën dhe qysh e mbaron ditën? Qysh është një ditë e zakonshme e punës tonë në institucionet që drejton? Ashtu si që thatë edhe ju, drejtori është një shtyllë shumë e rëndësishme e shkollës. Dita ime fillon në mesin e mësimdhënësve, në mesin e nxënësve, në mesin e stafit të shkollës, në korridore, holle, në klasë, në mbështetje tek të gjithë. Pjesa administrative i ndahet një kohë ku edhe ajo mundet me u kry me stafin menaxherial brenda shkollës. Kështu që një ditë e zakonshme është në mesin e këtyre palëve të cilat i përmenda, nëse dojmë pas një ditë të suksesshme, atëherë duhet në vazhdimsi që t'i qëndrojmë afër nxënësve, afër mësimdhënësve, stafit, në mënyrë që t'i motivojmë, t'ju i dalim në mbështetje dhe të shohim se cilat janë nevojat, sfidat, pasi që shkolla në përgjithësi çdo ditë ka nevoja të ndryshme, kërkesa të ndryshme të prindërve, të komunitetit, pastaj brenda të aplikimit të aktiviteteve të cilat i kemi planifikuar. Një planifikim i mirë brenda në fillim të vitit, mandej na drejton në realizimin e atyre qëllimeve tonave që i kemi brenda ditës, javët, muajt në përfundim të vitit. A është e lodhshme? Unë mendoj që nuk është, nëse e shohim ndoshta nga një këndvështrim tjetër, momentin kur realizohen aktivitetet, qëllimet që i ke paraqit, është kënaqësi. Është kënaqësi. Por duhet me pas kujdes
me e menaxhu mirë që mos më shku deri në burnout, sepse nëse nuk e menaxhoj mirë dhe japi maksimumin për një aktivitet i cili nuk është i vetëm, po ka shumë, atëherë mund menaxhu edhe deri në djegje të energjisë. Kështu që këtu është një vijë shumë e hollë që e ndon atë lodhjen me knasinë. Që është edhe një përgjithësi shtesë me identifiku sa të vijë në hollë. Shumë e vërtet. A dhe kësha dashtë njëtën pyetje edhe për ty, a dallon diçka dita jote në për sa pa e hona? Jo, kemi pothuajse sfidat e njëjta. Në realitet mendoj që drejtori nuk qëndron shumë, nuk duhet të qëndron shumë në zyre. Zakonisht qëndron në bashkëbisedim me mësimdhënës, prindër, nxënës. Kohën e kalon duke u marrë dhe me disa probleme të pa planifikume, me mungesat stafit, me incidentet vogla që ndodhen në shkollë. Mendoj se nëse drejtori qëndron shumë në zyre, diçka nuk është duke funksionuar mirë me atë shkollë. Sa më shumë që drejtori qëndron mes këtyre personave, mendoj që më mirë një situatën e shkollës, më mirë një kontekstin e shkollës dhe e kupton saktë se çka po ndodh në atë shkollë. Në gjithë konteksta dhe ju personalisht çka mendoni, udhëheqjen e shkollës çka e përkufizon? A është më shumë administrim, menaxhim i përditshëm, mikromenaxhment, apo ka të bëjë me çet leadershipin pedagogjik, apo është një farë kombinimi të dyja? Unë mendoj që dyjat. Menaxhimi është domosdoshëm për funksionimin e një shkolle. Por në qoftë se drejtori mbetet vetëm menaxher, mendoj që cilësia e arsimit në atë shkollë stagnon. Një drejtor i mirë duhet të ndikojë në cilësinë e mësimdhënies dhe mësimdhënies. Çka i bën kjo? I bën që drejtori duhet të njeh mirë vlerësimin, duhet të ketë një ori për komponentet ndryshme të arsimit, do thotë për kurrikulën, duhet të jetë komunikues efektiv, duhet motivoj mësimdhënësit. Në qoftë se sakt. Pra duhet i motivoj mësimdhënësit vazhdimisht. Nëse mendoj që drejtori nuk e prek mësimin, ai është vetëm administrator. Okej. Krahas këtyre që i folët deri tash, a mundemi me përmbledh çka janë ato elementet kryesore ose përgjegjësitë kryesore të një drejtori që mundemi me dallu me thonë që ky ka drejtori i mirë? Empatia. Okej. Njëra prej qërave që mendoj se duhet me e pas një drejtor, me pas atë ndjeshmërinë se deri ku diçka lejohet dhe deri ku e ka kufirin. Pastaj përpikshmëria, shembulli i mirë, model për të tjerët, udhëheqës, thotë nëse një drejtor punon, atëherë edhe të tjerët do t'i bashkangjiten shumë lehtë. Okay. Nëse ka një vizion, shembull ta marrim për sigurinë, mirëqenien e nxënësve, do të rritet vedia në krejt objektin e shkollës, nga të gjitha palët e shkollës, komunitetit, për sigurinë e mirëqenies së nxënësve. Pra, ne nuk mund të kërkojmë nga të tjerët nëse nuk e kemi vetë fillimisht si udhëheqës. Kjo mendoj që njëra prej tyre e dallon një drejtor. Po ashtu mendoj se e kundërta e saj do të ishte sikur drejtorit të jetë më shumë administrativ, atëherë nuk do të ketë kohë që t'i prek të gjitha palët brenda shkollës dhe të shef se cili është intervenimi i cili duhet shkollës. Ku janë ato burimet njerëzore brenda shkollës, cilat mundet me i fuqizu, me i përdor, me i fut në funksion. Nëse mundemi në pyetje këtu drejtoresh, kështu të paktën prej mësimdhënësve dëgjoj shumë shpesh që janë shumë të ngarkuar me çështje administrative, procedura administrative. A ndodh kjo edhe me juve? A e keni sfiduese këto kërkesat e vazhdueshme që ju vijnë prej institucioneve qeverisë në aspektin administrativ, që
redukton ose ja minimizon pastaj çat kohën për me Shumë e vërtet, pajtohem plotësisht, është mbi ngarkesë me çështjet administrative, edhe pse unë do t'i quaj ato janë pedagogjike, sepse janë planifikime. Tash në fillim nëse një planifikim i mirë bëhet, atëherë do të realizohet mirë, i duhet vetëm mbikëqyrje. Mirë, por ne sot kemi goxha shumë dokumentacione të cilat duhet me i plotësu, me i planifiku në faza etapa të ndryshme, andaj brehet të mësimdhënësit që është një ngarkesë shtesë. Mirë po, kur e kuptojmë që nuk mundemi pa te, atëherë gjithsesi që gjejmë hapësirën, kohën ku fillojmë punojmë edhe aktivitete tjera të cilat janë shumë atleta. Shembull, mund me marrë nëse kemi ndonjë klub brenda shkollës, edhe nuk ju jep formën mësimdhënësve apo ato konturat në të cilat duhet me punu, më beson punohet një plan shumë i thjeshtë, shumë i mirë edhe praktik. E unë mendoj që nga njëherë duhet me lënë edhe kreativitetin e mësimdhënësve, që vetë t'i planifikojnë, mos t'i kemi këto formularë të cilat duhet patjetër me i plotësu, edhe mandej është nuk ka më kreativitet. Aty ka lënë një punë të përditshme zyrtare që duhet me e plotësu. Nuk është diçka që shprehet kreative prej mësimdhënësve. E vërtet. Edhe është pak edhe në çmuse, ndoshta nëse shkon atë patjetër me shku me hyrë kuti në box. Po e vërtet. A dhe kisha pas qef me ju me kalu pak të klima e shkollës. Ju si udhëheqës dhe si drejtues i shkollës natyrisht e keni edhe qatë përgjithësinë me kriju një klimë në shkollës e cila është e përshtatshme që ndoshta sidomos për elementet e sigurisë që nxënësi mundi i sigurt brenda atij ambienti, që me qenë sa më miqësor ambienti me të, po njëkohësisht edhe mësimdhënëse me ndjeq atë mbështetjen edhe për krahjen e juaj. Cilat janë praktika që unë po shkoj si me thonë në mënyrë paralele, edhe çka na thot teoria, po edhe cilat janë praktikat juaja konkrete që i aplikoni brenda institucionit juaj. Para se gjithashtu mendoj se për me kriju një kelim e shëndosh në shkollë, kjo nuk do të thotë që me patjetër një rregullore në letër. Por mendoj që kjo krijuhet me sjellje të përditshme. Unë mendoj që nxënësit shumë mirë e kuptojnë nëse drejtori apo mësimdhënësit nuk janë të drejtë me ta. Shumë mirë e kuptojnë në qoftë se drejtori dhe mësimdhënësit nuk i trajtojnë me seriozitet problemet e tyre. Mendoj që përket kemi si drejtor dhe mekanizma për me kriju një klimë të shëndetshme në shkollë, në qoftë se e kemi funksional këshillin e nxënësve në kuadër të shkollës, në qoftë se kemi funksional kutinë e ankesave. Gjitha këto do të thotë janë mekanizma që ndikojnë që me pas një klimë të mirë pozitive në shkollë. Sa i përket mësimdhënësve, unë mendoj që ata duhet të ndihen të mbështetur, jo të friksuar. Por kjo mund të realizohet duke i përkrahur, duke i mentoru, për punë të mira duke i motivu për punë të mira që i bëjnë e kështu me radhë. Mendoj që punë të rëndësishme, punë të mira në shkollë nuk bëhen me urdhra, por bëhen duke i trajtu me kujdes, duke ndiku që me jap kohë proceseve, duke ngrit kapacitetet e brendshme të shkollës e kështu me radhë. Po. Në qëtë linje honë po du pak me si me thonë mu specifiku pak ma shumë. Shpesh herë nështë ta mundemi mos me bo një farë dallueshmërie mes disiplinës brenda shkollës. E kom dëgju profesorin Popovci duke e nxjerrë disa dhana për testit PISA që Kosova ka rezultu jo mirë në këtë elementin e disiplinës brenda shkollës që mandej e pengon edhe procesin mësimor. Po krahas kësaj mandej me e bo një keqkuptim në raport me bindjen, kur mundohemi me i bind nxënësit me na dëgju, me na jtë urt, edhe realisht kjo është mandej kalon një farë disipline artificiale që nuk na sill çast kulturën e të nxënit që po e synojmë. Qysh është gjendja në këtë aspekt, edhe mbrana shkollave në Kosovë, edhe të shkolla juaj, po edhe në aspektin teorik çado që mendon që vlen me u përmend. Në shkollën tonë, pasi që nuk mund edhe shumë të hapem edhe shkolla tjera, prioritet në planin zhvillimor, prioriteti i parë në planin zhvillimor është siguria dhe mirëqenia e nxënësve. Kur kemi planifikuar aktivitete dhe kemi bërë fushata të ndryshme, ne kemi pas në fokus fëmijën
që të ketë sigurinë emocionale fillimisht, të ketë besimin e tij, mënyrë që të shprehet. Në këtë kontekst, mësimdhënësit kanë së bashku me mësimdhënësit kemi organizuar tryeza të ndryshme, diskutime të ndryshme çysh duhet të menaxhojmë një klasë, çysh duhet të menaxhojmë orën. Jo që nuk e dim, po çysh duhet ne sot t'i përshtatemi nxënësve. Nuk është ideja që nxënësit të kenë frikën për të bërë pyetje apo për të lëvizur, sepse ne e kuptojmë që janë fëmijë, është e nevojshme të ketë lëvizje, është e nevojshme të shprehen në momente të ndryshme, dhe në këtë mënyrë kemi krijuar këshillin e sigurisë brenda shkollës, i cili i ka disa mësimdhënës, të cilët janë pak më të afërt dhe janë figura ku nxënësit ndihen të lirë të shprehen me ta. Dhe në këtë mënyrë, paralel me këshillin e sigurisë kemi edhe komisionin disiplinor. Mirë po për të kaluar te komisioni disiplinor, njëherë e trajton rastet këshilli i sigurisë. Tani, në këtë këshillin e sigurisë janë ata mësimdhënës edhe është psikologja e shkollës, ku kemi raste ku nxënësit shembull nuk ndihen mirë apo e kemi atë vinë holl mes bindjes dhe disiplinës, ky këshill e trajton. E trajton ku qëndron problemi, pse nxënësi ka sjellje apo situata të cilat po krijohen brenda shkollës. Dhe mandej diskutojmë bashkërisht me aktivin e klasëve, shembull ta marrim aktivin e klasës së 6. I kemi 6 paralele, i kemi mësimdhënësi që japin mësim aty edhe i diskutojmë çështjet individuale ku ne duhet me pas kujdes, sepse kemi jo të gjithë fëmijët janë të njëjtë. Jo gjithherë disiplina duhet me qenë qetë dhe duhet me qenë vëmendja, ti dush me marë vëmendjen e fëmijët. Nëse ne ndrojmë orën mësimore, e kthejmë atë në praktik, dhe jo dhe e fusim nxënësin në qendër, e vendosim orën ato çfarë nxënësi kërkon me e marë, është në qendër, atëherë normal që vetë fëmiu nxënësi ka me qenë në këtë rast i vëmendshëm, edhe nuk ka me pas nevojë ne me bind që ai duhet me qëndru qetë. Pra unë mendoj që këto këshillet, si këshilli i sigurisë që e kemi ne si shkollë, dhe këto me vetë iniciative kemi organizu, e kemi pa shumë të nevojshme, në mënyrë që mos kalojnë fëmijët me njëherë ta quajmë komision disiplinor. Sikurse tek instancat më të larta inspektori duhet me qenë këshillues. Edhe këshilli i sigurisë është këshillues, me të gjetë, me të ndihmu. Kjo është ideja e politikave tona në shkollën tonë, që mundohemi m'ju dalë krah nxënësve me i ndihmu. Normal që edhe aty kemi ndoshta ndonjëherë jo disiplinë. Në fillim në kauzën tonë që e kemi pas kundër bullizmit, e që ka filluar para 4 viteve, kemi pas një fije të holl prej asaj demokracisë së plot brenda, e që mandej jemi detyru që të kemi kujdes mos del jashtë kornizave të saj, se mandej nuk mundesh edhe me e kontrollu. Kështu që sot unë mund të them që në Fajkonicë qëndrojnë goxha mirë nxënësit, janë të afërt me shkollën, janë të afërt me mësimdhënësit, mirë po në konturat e saj derisa nuk i shkelin do të parimet e orës, qëllimit pse jemi në shkollë. Po e quajnë ashta si organi ndërmjetëm këshilli i sigurisë. Më duket nuk është praktik, është praktik veç e juja, ju keni nuk është diçka formale. Është vetëm në shkollën Fajkonica, unë e kom përmend jo mundu, po Komuna e Prishtinës diku në vitin 2015 e ka bërë një ulumtim. Pikërisht për sigurinë në shkolla, dhe aty në atë ulumtim unë kur e kom lexu së bashku me mësimdhënësit, është bërë një propozim që të bëhet këshilli i sigurisë. Edhe mandej ne kemi fillu me këtë këshill, mirë po e kemi reformu brenda edhe ato pikat që i kemi vendos sipas kërkesave të shkollës sonë. Në këtë këshill, përveç mësimdhënësve që janë edhe prindërit pjesë e tij, do të thotë komunitetit. Mirë po në baza ditore kush punon këtë këshill janë mësimdhënësit. Aty ku nxënësit ndihen më lirë.
që të po mbon pak kërështar, qysh keni arrit me identifiku që ta mësimdhënës, cilat janë çdo tipare që i bojnë nxënësat me qenë pak më të lirë me ta. Unë në fillim e thash, drejtori është në klasë, në hall. Gjithkund është drejtori. Edhe normal që i njohim të gjithë edhe kemi marrëdhënie ndërpersonale, edhe unë tash po thirrem veten time, unë e shoh më një herë një nxënës si qaset ose kur mungon dikush, ka raste kur hyj unë vet në orë zëvendësema apo diçka e tillë dhe e di cilin mësimdhënës e kërkojnë apo kujt i drejtohen më lehtë. Ose edhe jo që të tjerët nuk janë, po dikush e ka empatim pak më të zhvilluar, kështu që nxënësit ndihen më të lirë me bisedu me ata mësimdhënës. Interesant. Po besoj interesante për ata që na dëgjojnë, që ndoshta mund të marrin praktik të mirë. Qaj është të qëllimi pëse po diskutojmë sot. Në qëtë linjën e mësimdhënësve, kësha pas qef prej perspektivës tonë dhe me ditë, cilat janë ashta sfidat më të mëdha në raport me menaxhimit në raport me mësimdhënësit në shkollën edhe në komunitetin e juaj? Sfidat janë shumëta. Nësë qofë se fish filloj me përmend, janë shumëta, por mendoj që një prej sfidave është edhe mungesa ose kualifikimi i stafit, është sfidë në vetë, domthonjë që na ballafaqohem. Sfidë tjetër e kisha përmend ndoshta mosnjohja e komponentës pedagogjike. Kjo vlen sidomos për mësimdhënësit lëndor. Mësimdhënësit lëndor në një mënyrë që nuk janë derivat ose produkti i fakultetit e edukimit. Po shihet se me këta mësimdhënës do të është pak sfidë puna për arsye sepse nuk i njohin mirë ato elementet pedagogjike. Nuk ka njohuri të mira rreth për shembull stileve të nxënit e kështu me radhë. Ka dhe sfida tjera që ballafaqohem, qysh i mbulojmë zakonisht me mentorime, me biseda, takime jo formale, konsulta të vazhdueshme, mundohem me menaxhu. Që 2 vite në shkollën time jem duke praktikuar edhe komponentën e zhvillimit profesional me bazë shkollë dhe jemi duke i trajtuar ato elemente të ngushta që mësimdhënësit peshojmë që janë defektet e tyre, edhe pi trajtojmë pastaj do të thotë pse jo mësimdhënësit pe vrej që po ndihen më mirë me trajnimet që pe realizojmë me bazë shkollë sa me trajnime nga ofertues jashtëm. Në fund po pajisën edhe me certifikata dhe po ndikon do të thotë që është vrejt një mobilizim i stafit mësimdhënësve sa i përket kësaj komponente. E kanë prit mirë zhvillimin profesional në bazë shkollë. Si kështë të vetë, a pranojnë letë? Po, realisht po jetë shumë mirë, unë në bazë edhe hulumtime të ndryshme dhe mund ndërkombëtare japin që tregojnë që zhvillimi profesional në bazë shkollë në qoftë se realizohet në rregull mirë, ka impakt më të mirë sa nga ofertues jashtëm. Dhe në shkollën tonë realisht po jetë mirë. Po më vjen mirë, dhe e përmendëm fillim aspektin e kuadrove në lanë caktume. Ju duke qenë edhe të lokalizuar në një zonë rurale, apo a ka fillu, tash na e dim, është si me thonë opinionin publik, qarkullon ideja që kena tepris të madhe të mësimdhënësve, dhe shpesher keq kuptohet që ajo është si me thonë blanko kështu shkon për krejt. Për në anën tjetër e dim edhe që kemi sfida në lëndë të caktuara ku ka mungesë të kuadrove. A ka fillu mu shfaq kjo të shkolla juaj? Ku është më e dukshme? Po pas kohë do të thotë shfaqet, kryesisht është në lëndën e matematikës dhe fizikës, do të thotë është edhe në komunën 5, asa unë kam informata është sfidë kjo, për arsye sepse mungon kuadri këtu në lëndëve. Her pas herë mbulohen, përmes domon dhe kjo kuptohet. Por sfidë tjetër do të thotë mbetet që pas këtu në lëndëve, kohëve të fundit është duke vrejt edhe në lëndë tjera të shkencave të natyrës. Kjo mendoj që është ka mungesë të kuadrit. Okej. A kina e rast, qyshe menaxhon situatën? Realisht do të thotë edhe këtu të mundi praktikojmë siç thash pak më herë, do të thotë takime, konsulta, mentorime për arsye sepse janë mësimdhënës të rinj apo janë hinë tregën e punës, ndoshta asnjëherë nuk kanë punuar në sektorin e arsimit, por kur e shoh që kanë empati, e shoh vullnet për të punuar, i marrin shpejt
informata, do të thotë informatat e mira. Okej, zohen. Jehon, kur flasim për cilësinë në arsim, por rri prap te kjo tema për mësimdhënësit, kur flasim për cilësinë në arsim, edhe kur shkolla nuk performon mirë në këtë aspekt, shpesh gishti drejtohet natyrshëm nashta, në mënyrë logjikshme fillimisht te drejtori. Po kjo ka mandej pak i ka dëngecje në proces sepse për me arrit cilësinë, sidomos me çu drejt cilësisë shkollën, drejtori do duhet me pasë një kompetencë për me gjithë stafin, me avancu stafin, që në Kosovë nuk e ka. Do me thonë, nuk përfshihet në procesin e përgjedhjes stafit përkatës. Qysh e vlerëson të këtë aspekt, që të farë, nëse muna me qujtë një farë paradoksin veti? Është shumë e vërtet, pasi që ka një kohë që drejtorët drejt për stafin e shkollës ku ata e menaxhojnë nuk janë në proces të rekrutimit dhe është shumë e vështirë sepse edhe pse në bazat kur rekrutohen mësimdhënësit janë disa kritere të cilat kërkohen, prap drejtori mendoj unë është ai i cili nëse është në fazën e rekrutimit din se çfarë i duhet shkollës. Gjithashtu është pak problem edhe te vlerësimi, edhe pse tani veç se është udhëzimi i ri administrativ për vlerësimin e mësimdhënësve, mirë po nuk është kompetenca e drejtorit i cili ai mundet me marrë ndonjë masë të drejt për drejt. Janë disa procedura tjera. Mirë po në këtë rast, drejtori është duhet me qenë është një monitorues i mirë është me qenë edhe mentorues i mirë, gjej mënyra, metoda, qysh të ndihmoj të mbështet mësimdhënësin nëse është e nevojshme dhe llogaridhënia duhet të jetë si poshtë lart poshtë, duhet të organizoj aktivet profesionale atë menaxhimin e mesëm brenda shkollës, që llogaria të jepet edhe aty. Çka vrej unë është një analizë thukt nuk bëhet brenda shkollave, do të thotë që të analizohet viti paraprak me vitin aktual dhe të bëhet një planifikim për vitin e ardhshëm. Tash ne kemi filluar realisht në shkollën tonë që të bëjmë këto analiza, tash e një kohë, dhe kemi identifikuar se ku i kemi ngecjet. Okay. Me ato ngecje unë du me planifiku për vitin tjetër se ku të fokusohemi më shumë. Tash përgjegjësia i mbetet drejtorit, i mbetet, a duhet me qenë rekrutim? Mendoj se duhet me qenë rekrutim, mirë po edhe nëse nuk është në rekrutim, drejtori mendoj që është ai i cili e menaxhon shkollën, e bën që të planifikimin, analizën, edhe mundohet me e gjetë rrugën se qysh mandej kërkon bashkëpunim me drejtorinë komunale, me institucionet e ndryshme, me Ministrinë e Arsimit e të tjera, por t'i kthehem prap pyetjes a është krejt përgjegjësia te drejtori, mendoj që kjo është përgjegjësia e përbashkët e tri instancave si shkolla, drejtoria dhe ministria. Kohët e fundit ka filluar me qarkullu shumë në opinion një çështje që po kemi migrim edhe largim të mësimdhënësve. A është e dukshme te ju ose a ke dëgjuar në komunitet në përgjithësi, edhe krahas kësajna çka mundet me bëu shkolla ose çka janë ato elementet kryesore që e bojnë mësimdhënës me najtë në shkollën tënde? A është realisht, po supozoj që paga nuk e lunë që të rol, të paktën jo kjo që është, po a është komuniteti, çka janë ato elementet që e bojnë mësimdhënës me qëndru brenda shkollës dhe mos më largu? Po kjo është një problem. Të nën shkollat rurale realisht viteve të fundit numri i nxënësave që është në rënje. Po ka ndiku mendoj migrimi, ka ndiku do të thotë migrimi fshat qytet kryeqytet, fshat kryeqytet, do të thotë ka ndiku, po sakt ka ndiku migrimi. Është problem në veti, po në qoftë se ju referohesh dallimeve në kontekst të mësimdhënësve, unë mendoj që veç ka filluar do të thotë ky
hendeku për mos zvoglu, është pothuajse inexistent mes shkollave urbane dhe shkollave rurale. Unë po nisa domethënë situatën e Pejës, nuk e shoh hezitim mo të mësimdhënësit për me shku me punu një shkollë në fshat ose në qytet, ku ndoshta para disa viteve më shumë kanë pas dëshirë do të thotë kryesisht me u punësu në shkolla urbane. Tash do të thotë nuk e shoh këtë problem. Ndoshta mund të më kon problem për një shkollë diku në Kodrënore Malore, po në Pejë nuk e di që ka raste të tilla. Ndoshta kur u kon para disa viteve sa unë kam informata ka qenë në funksion një shkollë në regionin e Rrugovës, do të thotë u kon ma problem atje, po tashti nuk e shoh bile, shoh entuziazëm shpeshherë të disa mësimdhënës që me punu në shkolla rurale, ndoshta për shkak të numrit më të vogël të nxënësave, menaxhimi pak më i lehtë, ku ta di unë. Ndoshta edhe nevoja pak më e madhe. Ndoshta, po. Në qëtë kontekst, me që jemi të ju kësha pas që mande dhe jo unë me na plotësu. Qa është mungesa ose sfida ma e madhe brenda shkollës juaj? Qa është një diçka që mendoni që është ma problematike për mu menaxhu për janës juaj si drejtues? Sa i përket menaxhimit, mendoj që ma problematike janë funksionimi i paraleleve të ndame fizike. Unë para se me martove lexova një statistikë të arsimit ku prej 1035 objekteve shkollore që janë në Kosovë, diku në 257 për tyne janë paralelet ndame. Domthonjë që i vjen rreth 30% shkollave të Kosovës se kanë nga një paralelet ndame. Mendoj që sfida është menaxhimi në ato paralele. Për arsye se si drejtor fizikisht nuk mundesh me qëndru në të dy shkollat njëkohësisht është shumë normale. Mandej nëse të marr shembull i përfituesi një donacioni, është pak problem alokimi tina. Mendoj që drejtori do të më konë gjithë përfshirës, do të thotë me ato mjetet didaktike apo çka do të jenë ato, do të mi dërgu edhe tek ata nxënës që vijojnë mësimet në paralele, edhe kjo pak është sfidë, kjo pak është sfidë në veti. Mendimi jam personal është që do të mbyll ato paralele ndame, sidomos ato që kanë numër të vogël të nxënësave. Ne kam edhe një eksperiencë personale që në mandatin tim e kam mbyll një shkollë, një paralele të ndame fizike, një shkollë me një numër shumë të vogël të nxënësave, ku është realizuar mësimi kombinum. Okej. Mira, unë është më në ndashtë të provoj. Po provoj interesant, është shumë temë nxehtë në publik. Është temë nxehtë në publik, kërkon mund, kërkon sakrificë madhe, po duhet me pas mendoj që koordinim mes drejtorit, mes DKA-ve, në rasin tim, po më ka ndihmu DKA-ja e komunës Pejës. Ju i keni pas dy paralele ndame? Realisht po, dy paralele ndame, po njëna është mbyll në 2008 është mbyll njëna. Ka qenë paralele ndame me numër të kufizuar të nxënësave, ku është zhvilluar thashëm edhe më herët mësimi kombinum. Problemet kryesisht për me mbyll atë shkollë janë sepse hezitojnë komuniteti lokale. Çfarë kuptimi hezitojnë? Po hezitojnë, bët kuptime të ndryshme, shkollë e vjetër, kemi dhënë mund për këtë shkollë që është e vërtetë realisht, po në qoftë se ju referohem cilësisë, mendoj që me mësim të kombinuar me një numër të nxënësave deri 20 nxënësa që ka pas ajo shkollë, mendoj që aty gjithçka mund të pas, po cilësia nuk është nivelin e kënaqshëm. Okej. Çu menaxhove që raportin me komunitetin si në takime individuale, duke qenë komunikues efektiv, duke fol individualisht me ata prind që kanë pas nxënësa në shkollë, jo me pjesëtar tjerë të komunitetit fillimisht. Duke qenë komunikues efektiv, që kjo do të thotë ka qenë çelësi i suksesit. Mandej duke bënë një planifikim, duke planifiku për arsye sepse duke planifiku me mësimdhënës, për arsye se në disa raste mësimdhënësit janë ata që pengojnë më mbyll një shkollë sepse friksohen që po jesin pa punë. Por nëse do të thotë mësimdhënësve ja heket breng, unë mendoj që do të thotë ata nuk kanë arsye që të pengojnë. Okej, a kanë met pa punë ata mësimdhënës? Jo, realisht sepse vetëm u hek mësimi kombinum dy shkolla, janë fuzionuar në shkollën am, edhe është bën një punë e mirë dhe mendoj se është puna më e mirë që kam bën ndonjëherë kështu, që 8 vjet që jam drejtar. E vërtet se e di që është bërë sidomos rasti Kamenicës ka qenë shumë problematik si situatë.
Drejtërisht hun tash në anën tjetër, ju keni probleme numër të madh nxënëse. Pikërisht. E kundërta e kësaj. Edhe pse njëjta situatë ka qenë edhe në Kolovic, kur unë kam qenë drejtoresh në shkollën Pjetër Bogdani, aty kemi pas vetëm 2 nxënës. Dhe të njëjtin hezitim e kemi pas nivelin e parë, domethënë klasa 1 deri në 5, ku kemi pas goxha problem për me mbyll, mirë po Komuna e Prishtinës në këtë rast ka siguru transportin atyre nxënësve dhe kemi pa të arsyeshme që duhet me ushu ajo paralele me 2 nxënës sepse nuk është më sociale. A ka qenë paralele e Pjetër Bogdani? Paralele e Pjetër Bogdani të Kolovic. Okay. Po. E tash ajo është një objekt që mendohet të organizohet diçka tjetër aty. Kjo po flas për vitin 2016. Okay. Ndërsa në Pajkonic ne kemi numër të madh të stëngarku, sidomos te niveli i parë, prapë po kthehem te klasa 1-5, ku i kemi diku rreth 800 nxënës në qendër të qytetit. Hapësirat e klasave të paraleleve të mësojtorëve nuk janë të mëdha, sepse objekti daton që nga viti 1954-s dhe klasët nuk kanë kapacitet për më shumë se deri në 27 nxënës. Ndodh neve që kemi deri në 30 dhe këtu dalim jashtë standardeve të një klase moderne. E aq më shumë që tani kemi edhe qëndrim më gjatë në shkollë, por do të përpiqemi që ta mbajmë një numër apo dhe të shtojmë disa hapësira tjera në mënyrë që t'i ndajmë nxënësit sepse është numri i mbi ngarkuar. Kërkesa është shumë e madhe në qendër, prandaj edhe është numër goxha i madh. E vërtet. E përmende objektin e paraleles ndame në Pjetër Bogdan edhe tha që tash pritet me u shndru me pas një funksion tjetër. Po. Në qëtë linjë edhe për rastin fjalë edhe që e di që shumë shkolla ndërkohë po mbyllen, edhe çka duhet sipas juve me ndodhë me çdo objekte? Ti shërbejnë komunitetit, realisht mundet me qenë nëse ka nevojë për ndonjë qerdhe dhe pse aty nuk ka pas fëmijë, shihet qartë që ndoshta nuk ka nevojë. Mundet me qenë ndonjë qendër për trajnimin e nxënësve. Po, është iniciativë e Drejtorisë të Arsimit të Prishtinë. Unë nuk kam tani informacion se çfarë do të ndodh me atë pjesë, mirë po është diskutuar në kalumën, tani nuk kam informacion pasi që jam shkput prej asaj pjese, po do të ishte mirë sikur të kishte ndonjë qendër rekreative për nxënësit apo ndonjë laborator për nxënësit e qendrës që mund të shkojnë ta shfrytëzojnë shkencave apo diçka, sepse objekti është shumë i mirë dhe mundet me u shfrytëzu. Po besoj që edhe kanë plan për laboratore, pasi që Komuna e Prishtinës në kuadër të mësimit tërë ditor do të organizon edhe laboratore në paralele, të cilat kështu ka qenë edhe mendimi, të cilat janë të ndara dhe do të kalojnë në shkollën amë. Ato objekte të organizohen laboratore, që nxënësit pastaj të gjitha shkollave të Prishtinës në mënyrë të organizuar të realizojnë procesin mësimor laboratorik në këto objekte. Me transport. Me transport, po. Planifikim të komunës. E vërtet. E përmende ma herët që hendeku me shkollave urbane dhe ruraleve që është zbej paka shumë, po du me të pyet ju personalisht, a e konsideroni që është nështë jo e drejt me u kërku rezultate të mira ose të barabarta si kun shkollat urbane, si kun shkollat rurale, pas parasysh që me gjitha të ka një dallueshmëri. Edhe në aspektin e pajisjes të azë me digitalizim shkollave, kështu me radhë me pajisje elektronike, ose edhe elemente tjera, apo prap nuk qëndron ka fillu me u reduktu. Sakt, më në mendoj që... Tash, nështë rasti i juj personalisht, po pse jo me trajtu nëse ki një uri edhe për shkollat tjera. Unë mendoj që është zvoglu ky hendek. Nuk ka më dallimet më dha urbane rurale. Ka investim edhe në shkolla? Po, ka investim edhe në shkolla rurale. Në qoftë se një drejtor është tamam lider, unë mendoj që ai krijon kushte për nxënësat dhe për mësimdhënësat e asaj shkolle. Dhe mendoj që të barabartë janë. Prap janë të barabartë.
për faktin sepse urbanet e kanë sfidat e veta, rurale, shkollat rurale kanë sfidat e veta. Në qoftë se në shkolla urbane, që tha drejtoresha, është numër i madh i nxënësave, por në shkolla rurale është numër më i vogël i nxënësave, që gjë që rrjedhimisht i vjen që është përparësi dhe simullanësit kanë kohë të mjaftueshme për me elaboru ma mirë mësimet, me punu ma shumë me ta, me zhvillu aktivitete jashtë kurrikulare, kështu me radhë. Domthonë gjitha këto mendoj që e kanë përparësinë e vet. Po, nëse shkojmë te ai socializimi, sidomos te shkollat me numër më të vogël të nxënësave, është evident. Mirë, po mendimi jam personal është që do barabartin. Okej. Mirë shumë që petëgjoj. Mendoj kështu të paktën, unë mendoj kështu. Po. Po këthina jo... Shtrim, është rrirja e internetit, po thuaj se tash veç ka gjithandej, kështu që pajisjet. A e mbulon këj shkollën shtiri interneti? Apo kryesisht atë zonë zyreve administrative? Unë mendoj, jo, në shkollën ku udhëheci mbulon, pjesën më të madhe e mbulon pjesën më të madhe, po jam i vetëdijshëm që ka shkolla që nuk e mbulon. Por apet mendoj që edhe në shkolla urbane mundet me kon kjo problematikë, kështu që ngjashëm, e vërtet. E qartë, a dhe në qëtë linjën të po fletë vazhdimisht edhe ma herët folje për zhvillimin, për ngritjen e kapaciteteve të mësimdhënësve kështu me radhë. A duhej me pas edhe naj ose instrument, ose naj shkollë të drejtorëve, ose naj qasje kështu ma strukturume ose sistematike sa i përket ngritjes së kapaciteteve të trajnimit të drejtorëve në Kosovë. Faktikisht sa unë kam njohuri që shkolla e drejtorëve është në Shqipëri është ekziston. Po. Të ne nuk e di nuk ekziston të ne, zakonisht të ne do të thotë... Mendon që kështjen është një replikim i mirë? Po nuk e di qësh nuk muj me të thonë, nuk e di qësh funksionon në Shqipëri kjo shkolla drejtorëve, nuk ka që kam lexu shumë për to. Të na, qashtu qësh e di, realisht drejtor, para kusht për më bo drejtor, do të thotë është për me pas një trajnim të udhëheqjes, trajnim do të thotë që i një kandidati do në rreth 2 muajve që zgjat. A mjafton? Po nuk di çfarë më thon. Do thotë unë mendoj që për me ngrit kapacitetet e drejtorëve në nivel shteti, kishte më qenë mirë që secili drejtor të ndjek një program shkollimit formal, në këtë rast në Fakultetin e Edukimit. Mendoj që është briljant programi për udhëheqje arsimore që ofron Fakulteti i Edukimit në Prishtinë. Edhe në qoftë se drejtora do të thotë veç që kishim përfunduar program, mendoj që kishte më qenë ndrysh cilësia në arsim. Është mendimi im personal kështu. Vajtë vozhë jo? Apo ki mendim ndryshe? S'po di, ndoshta edhe i dashur me qenë një shkollë, për shembull Slovenia e ka shumë mirë shkollën e drejtorëve, vitin e parë kur drejtori veç hyn në proces e ka procesin e vlerësimit, nëse e kalon, mund të vazhdoj të udhëheq shkollën, nëse jo, atëherë kthehet, i jepet mundësi edhe një vit tjetër me u përmirësu në ato pikat të cilat veç se ka vështirësi. Unë personalisht kam ndjek fillimisht një trajnim shumë të thjeshtë 3-4 ditor për menaxhim dhe udhëheqje, pastaj këtë trajnimin i cili IPët nga Ministria e Arsimit dhe në bashkëpunim me GIZ-in. Mirë, po nuk është diçka që po mendoj është i mirë, por unë mendoj nga njëherë që për qenë lider udhëheqës është pak edhe brenda është natyrës njeriut, është i lindur. Unë këto shkollat e menaxhimit të udhëheqjes shoh më shumë sikur ato kurse që të mësojnë që shmi palu dokumentacionin, mi vendos do korniza, ma shumë të shtin një kuti, duke mos dosht me mja hub vlerën, pa tjetër që ka, sepse mësojnë standardet e udhëheqjes të një drejtorit, të cilat janë 6 standarde, goxha mirë specifikume, mirë po nëse e ke brenda vetës, besom që edhe ato ndoshta duhet pi pas durët e lira që për me mujti me menaxhu, me udhëheq. Prandaj shkollën e shoh që është e nevojshme, por jo që patjetër duhet me qenë dhe bën një drejtor të suksesshëm. Ndoshta e bën një administrator të mirë. Jo, unë unisa për faktin se mendoj që drejtorit me patjetër duhet të anje vlerësimin, duhet të anje inkluzionin, duhet të anje mirë politikat arsimore, duhet të jetë komunikues efektiv, që thash edhe më herët.
mendoj që kur gjitha këto komponenta i përvetëson mirë, atëherë i ka shumë në shkollë. ato i merren Ato i merr për çdo gjatë ditë. studimeve. Çdo ditë janë ato. Po sakt mirë, po Mësimet i që të ndrojnë në vazhdimsi. Ato në sakt shkollë nuk mirë, po mendoj që kur i përvetëson gjitha këto që i përmenda, mendoj që është më i qëndrueshëm, është drejtor më i fortë. Është perceptimi jam kështu. Nështë të dyat, edhe përvoja, teoria e bojnë Sakt. njeri. Ajo kur gjitha këto kur të mëson kur të shkojnë në shkollë është krejt diçka tjetër. Mirë, po mendoj që të ndihmojnë. Sidomos ndihmojnë në mentorimin e konsultat vazhdueshme që i kime me stafin, jep feedback përmbajtësor kur ki një njohuri, kur ki një background caktuar të njohurive, kështu që mendoj që janë të mira. Ndoshta kisha mujtë edhe me shtu, pikërisht është ajo, unë mendoj që drejtori duhet me qenë në vazhdimsi i përditësuar. Sa më shumë me marr pjesë në simpoziume, me marr pjesë në trajnime që ne skemi trajnime për drejtor, ose jo më sa quaj trajnime, ndoshta më shumë simpoziume, tryeza të rrumbullakta për çështje të caktuara, ose komente kur bëhen ligje, udhëzime të ndryshme, të lexohen tipën komente në mënyrë që me kontribua dhe me njoft për më së afërmi. Këto prandaj ndërhyra e thash që kjo është e përditshme. Do të thonë një drejtor duhet me qenë i përditshëm. Në vazhdimsi, sepse jo gjithherë është ajo që e kemi lexuar para 10 viteve është aktuale sot. Ato ndrojnë, përditësohen, prandaj e potencova që shkolla është ajo e drejtorit, është ajo korniza që t'i jep ty kriteret, ato kutija të cilat ti duhesh me punu, mandej zhvillimi profesional është i përditshëm. Po, edhe vetana, po thashë. Edhe vetana, të ne. Jehon, edhe dhe falinderit dhe qëtu shumë, unë shumë po një nga kështu, po e shoh që penzire një produkt kështu gëzat mirë, po jena në kohë zgjedhjesh. Fushata ka fillu që një vjetë, po vazhdon, me gjitha të përshpresoj që së shpejti kemi me pas një qeveri të re, po aktualisht po shoh që paka shumë në gjitha programet e partive politike janë 2 premtime kryesore. Është mësimi tërditor, digitalizimi i shkollave, krahas shumë të tjerave. Mësimi tërditor ka fillu tash 1 vjet e gjys në komunë Prishtinës me u pilotu, tash ka fillu dhe mos më konsideru ma si pilot, për shkak se kemi kalu në 12 shkolla. Ju keni qenë pjesë e grupeve punuese, po ashtu edhe Fajkonica është njëra prej këtyre shkollave. Fjala për ty. Po, mësimi tërditor këtë vit, do të thotë Fajkonica është në vitin e dytë. Në vitin e parë, kur kemi fillu me mësimin tërditor, kemi qenë 5 shkolla. Ku njëkohësisht me, do të thotë, Drejtoria Komunale e Arsimit të Prishtinës, me ekspertë vetë, me drejtorët, me mësimdhënës, kanë hartuar dhe planifikuar të gjithë procesin e zhvillimit të këtij, unë s'po i them pilot, po i them reformë. Sepse është një reformë e cila ka ndodhur. Në shkollën Fajkonica, tani në qendrën e vjetër, shkollën në qendër të qytetit, realizon mësimin klasët parafillor deri te klasa e 5, ndërsa te niveli i dytë, klasa 6-9, jemi zhvendosur në zonë të shkolla, objekti i shkollës Gjevdedoda ku ka qenë përpara, ndërsa ata janë zhvendosur, do thotë janë bërë disa zhvendosje të shkollave për me mujt me realizu këtë proces. Çka synon mësimi tërditor, ka kompetencën, i ka 2 shtylla ku aktivitetet të gjitha çka i kemi planifikuar në vitin e parë, i kanë ndihmu, kanë pas për qëllim dhe kanë për qëllim të ndihmojnë lexim kuptimit dhe të menduarit kritik. Pra, orët të cilat janë të realizuara pas mësimit të rregullt, ku mësimi i rregullt fillon prej orës 8 deri në orën 12:30, pastaj vazhdoj me aktivitete të mësimit tërditor, ato mundohen që t'i ndihmojnë lexim kuptimit dhe të menduarit kritik. Dhe njëkohësisht, çka është diçka shumë e rëndësishme edhe për prindërit, por edhe për nxënësit, se detyrat e shtëpisë përfundohen, nuk kemi detyrat e shtëpisë, janë detyrat e klasës, po përfundohen në klasë, gjë që i ndihmon shumë prindërit.
se jo gjithherë kanë qenë të gatshëm apo në nivelin që kanë mujtë edhe me ndihmu fëmijët që t'i përfundoj detyrat apo t'i bëj përsëritjet e tyre në shtëpi. Tani krejt këto realizohen në shkollë. Unë e konsideroj realisht një prej pajtona reformave më të rëndësishme që mundet me qenë për aktualitetin në Kosovë. Kom pak brenga. Po. A kena probleme? Problemet të cilat mundet me qenë të menaxhueshme, shumë normale. Okay. Problemet në fillim çdo reform janë normale. Okay. Për shembull, ato që kanë qenë vitin e kaluar, tash po flas për fajkonicën, si vjet nuk i kemi problem. Okay. Janë të natyrës së ndryshme. Për shembull, unë kom pas kërkesë kurse sallata nuk është e marinuar apo diçka. Po ajo nuk varet prej shkollës, sepse ajo vjen prej kuzhinës qendrore të komunës së Prishtinës dhe është e përpunuar në atë mënyrë që është me nutricionist, me vlera ushqyese, jo sipas dëshirës sonë se sa dojmë me kriposni. Mirë po, të gjitha mendoj që janë të menaxhueshme. Çfarë e bën ndoshta më pak ose që është brengosë për mua, prap i kthehem te numri i madh i nxënësve në klasë. Nëse bëhen më shumë shkolla në mësim tërditor, unë besoj që nuk do të ketë mandej kërkesë vetëm në qendër të jenë. Po do të ketë kërkesë që t'jenë edhe në për shkolla tjera. Tash për shembull e kemi edhe Pjetër Bogdanin që është shkollë me mësim tërditor dhe veç vrehet se ka filluar numri të rritet. Nuk ka kërkesa që kanë ardhur në qendër. Po. Kështu që sepse niveli është i njëjtë në shkolla, programi këtë vit me kërkesën, domethënë edhe me vlerësimin e institutit që është bërë, ne disa lëndë të cilat nuk i kemi pa të nevojshme kur kemi bërë matjen, atëherë kemi fut disa aktivitete tjera të cilat janë të nevojshme për nxënësit. Në bazë të rekomandimeve të institutit. Po, patjetër. Kështu që sa më shumë shkolla që hynë në këtë proces, mendoj që zbut kërkesën për me qenë në qendër. Sepse është një program i lezetshëm, mirë i planifikuar, që i pët pas dite. Se kur pi themi qëndrim ditor, unë nuk mendoj që është shumë qëndrim, se qëndrimi është me qëndru, me lujt, kjo është mësim tërditor. Pjesa e parë është sipas kurrikulës së planifikuar, e pjesa e dytë i ndihmon në zbatim lexim kuptimit dhe të menduarit logjik përmes aktiviteteve të ndryshme që i bëjmë. Çto aktivitete a ka diçka një program të shkruar diçka, a është gjatë vitit kaluar, qarkullohen brenda shkollave. Po, gjatë vitit kaluar janë bërë planifikimet për secilin aktivitet, kanë marrë pjesë mësimdhënës të këtyre 5 shkollave, të fushave të ndryshme, të cilët kanë kontribuar në organizimin dhe planifikimin e aktiviteteve për temat e caktuara të cilat i kemi vendosur, për aktivitetet të thotë që i kemi vendosur për shkolla. Vitin e parë kanë qenë në të gjitha shkollat njëjtë, tani shkolla i ka zgjedhur aktivitetet të cilat i përkojnë kërkesës së shkollës në mënyrë vetarake. Shumë, po zona, a mendon që praktika e mësimit tërditor mundet me u repliku në këtë rast edhe të shkolla juaj? Po nuk është që sa unë kam informata duhet më plotësu disa parakushte, po tek shkolla ime po, sepse është një ndrimshë, kështu që mendoj që kishte me mujt, nëse vetëm sigurohen tu kuzhina e këto gjona të tjera përcjellëse që unë nuk është që kam shumë njohuri që është duke funksionuar në Prishtinë. Po mendoj që po, hapësira ka të mjaftueshme, shkolla ku unë udhëheq do të ka konde të ndryshme, është e pajisur me kabinete të ndryshme, laboratore, që mendoj që i plotson kushtet si objekt. Shembull, më me shtu këtu aty ku ka numër më të vogël të nxënësve, krejt ky mësimi i pasditës mund të organizohet në klube. Ku nxënësit zgjedhin cilën po shkojnë. Për shembull, kjo është përparësia që mundet me qenë te jo, për arsye se jo të qëndrojnë në një klasë, por mandej aty bëhet edhe socializimi i nxënësve me nxënësit e tjerë, zgjedh fëmiu në cilin klub të shkoj. Kjo është duke ndodhur edhe në shkolla tani që kanë hyrë në fazën e dytë, që kanë një numër më të vogël. Po, që në zona fshatrave të Prishtinës. Fshatrave të Prishtinës po kanë numër më të vogël dhe e kanë organizuar në këtë mënyrë që është shumë e mirë për mendimin tim, sepse i jap mundësi fëmijët, prindit me zgjedh ku edhe mësimdhënësi mundet me referu fëmijën ku mundet me u zhvillu.
Një element tjetër që e kom dëgju, veç po e shtoj se element pozitiv, fakti që në për çdo fshatra që ka fillu mësimi tërditor, ka fillu edhe komuniteti me pa të ardhmen që aty. Po. Mos me Okej, pretendu shumë largimin interesant. prej zona rurale. Pas ka impakt mirë. Ha? Pas ka impakt mirë. Po, patyshim. Po, unë definitivisht e konsideroj, unë veç kom frikë që mos po dështëm, se po dëgjoj të paktën që po qarkullojnë kështu do dhona që ka mundet me qenë faktor rreziku, që kjo më shqetëson pak, po për ndryshe është definitivisht lëvizja një prej më të mira që ka ndodhur deri tash për arsimin e maslukut në Kosovë. Digitalizimi atë dhe. Ka të shku shkolla e jonë sot, AI, teknologjia, gjithandej, inteligjenca artificiale, Ka fillu me ndryshu në mënyra të mësuarit. Jam duke e vrejt kryesisht ato projekte të nxënësave që po e përdorin inteligjencën artificiale. Bile në disa raste po harojnë me ndryshu dhe fondin e shkronjave, sa që por nxënësat e bojnë këtë. Nuk mundem ju shmangë mendoj kësaj, por mendoj që është shumë e rëndësishme ta përdorim drejt. Okej. Mendoj që për mënyrën si ta përdorim drejt, ndoshta kishte më qenë mirë të operojmë sesione të ndryshme informuese nga njerëz kompetent për nxënësit e shkollave tona rreth aplikimit të inteligjencës artificiale, për arsye sepse është diçka që nuk dim çka ndodh tutje pasaj. Po është prezente. Është prezente për nxënësve në ato projekte që i bojnë, që përmenda më herë, ato detyrat. Zakonisht është kjo, jo, e mes e meul, zakonisht, klasa 7-8, aty do të të vish kur fillojnë me këta smartphone-at. Mendoj që edhe mësimanët duke ditë që jemi edhe trajneri disa programeve ka do detyra kopja jepje, pesho që ata përdorin inteligjencën artificiale. Po nuk ka gjë të keqe, por vetëm me përdor me ditë, me përdor drejt. Sakt. Qështu gjandja në fajkonisi ona, ka fillu përdorimi masiva ende është i menaxhueshëm. Jo, për kontrazi ne i motivojmë përdorimin, unë nuk po flas për ChatGPT, unë po flas për aktivitete të AI, projekte të ndryshme, ku vitin e kaluar ne kemi një festival vjetor, tashmë tradicional ka filluar që 4 vite që të bëhet. Çdo vit trajtojmë tema të ndryshme. Vitin e kaluar e kemi trajtuar Konica Tech. Po. Që kjo Konica Festival është kthyer në Konica Tech. Dhe nxënësit për gjatë tërë vitit kanë kriju projekte, programe të ndryshme me inteligjencë artificiale, qysh mundet me realizu teste të ndryshme, lëndë të ndryshme, dhe ato i kanë prezantuar mandej në këtë festivalin të cilin kemi të përveçshëm. Aty kemi pas mandej edhe fals për inteligjencën artificiale, ku njëkohësisht mund ta them edhe tash dhe ju ftoj me 27 janar prap do ta kemi një tryezë në shkollë të organizuar nga nxënësit për inteligjencën artificiale, domethënë është një temë që e zhvillojmë në vazhdimsi. Në 27 vjetor. 27 janar. Po, okay. Janar, po do t'ju rikujtoj. Lutem. Organizojnë nxënësit, i kanë ftuar edhe falsit, ato nuk po e bëjnë një herë publike, mirë po do të jenë persona kyç për këtë temë që do ta trajtojmë. Super. Nxënësit prezantojnë punimet e tyre dhe marrin po edhe të mirat, po edhe mënyrën qysh. Do thotë, ne po mundohemi si shkollë të kujdesemi që ti mësojmë në mënyrën cilët duhet ta përdorin. Fatmirësisht kemi edhe mësimdhënës të moshave të reja në shkollë që janë vetë entuziast në mënyrën si me përdorë edhe hulumtojnë vetë, por unë jam e manitur me nxënësit. Do thotë nëse ti ju jep mundësinë dhe shef se çfarë janë duke punu, tani për shembull ne fushatat në shkollë që i bëjmë mund të hyni në faqen tonë të shihni, veç kemi filluar me animacion mi bë, jo me dal me mbi shkrime apo po kanë filluar nxënësit me bë animacion. E ky është një kreativitet që po e mundson, domethënë digitalizimi, mënyra qysh ata e përdorin. Pra shkolla po mundohet me dhon kontributin e vet me aq sa mundet përmes këtyre falsve, përmes këtyre tryezave që me tregu se cila është rruga më e mirë me e përdorë.
E tani, nëse kemi raste kur marrin teste apo diçka, mirë është mi tregu qysh me marrë mirë, edhe me mësu prej saj, e mandej vetë edhe e shef që duhet me hulumtu. A keni formalizu në i sen? Në i dorat sak në i sen njërës të përdarimit? A si Jo, shkollë, se përdi që në po, nivel jo, qendror ose nuk e kemi, këto e kemi punu gjatë tër vitit, janë projektet, janë ato fletushkat të cilat do të thotë se cili projekt e ka fletushkën e vetë, ku të regon që ka përmbon programi që e ka kriju vetë fëmiu. Ne e kemi edhe një nxënës, tani Kaonin që merr pjesë edhe në konferenca ndërkombëtare. Që është e Kaoni e ka organizu Konica Tech. Tash si vjet është një ekip tjetër që Kaoni po i ndihmon, sepse është në klasën e 9. Edhe do të vazhdojnë kjo, sepse ka me qenë temë që ka me na përcjell, duhet të përditësohemi edhe ne, edhe ta shfrytëzojmë, ta kapim tani në fillim dhe ta shfrytëzojmë për të mirën tonë. Shumë po më vjen mirë se për mu është një breng shumë e madhe fakti që mos po përjashtohet si mjet pune e jaje mandej po përfundon të ju përdor në mënyrë të jo të duhur. Kështu që po më vjen mirë që ka iniciativa të shkollave, se si jemi të pa prej nivelit qendror diçka të tillë. Komuna e Prishtinës me sa e di e ka një projekt tani, që do të filloj t'i trajnoj sa shkolla. Po nuk mundi ma shumë detaje, se nuk është që edhe i di e kemi diskutu para 2 po. Ceremoni një marrëveshje me shkollën digjitale, po të shkollën cilë kam e qenë praktika. Nëse e teja kam e fillu një hulumtim, jo veç për Prishtinë, po dhe për komuna tjera, apo përdoret, sa dhe përdoret, qysh po përdoret, që natyrisht kam i shërby pikrisht politika arsimore, që ajo është qëllimi. Qeveria e re me shpresë që na vjen shpejt mas zgjedhjeve, pritet me i pas ministrat e ri të arsimit, ose varësisht që shë vendosin, ose këta që i kam pas ma herët, ajo është çështje e tyre, por po kom qef me ditë prej se cilit prej juve, po nisna me ty atë dhe. Si pas juve, duke qenë pjesë e këtij sistemi, cila do duhet me qenë ndërhyrja ose intervenimi i parë i Ministrisë Arsimit në vitin 2026? Unë nuk po du shumë mundal të këto digitalizimi e mësimit editor, po isha në alë të disa procese nështë pak ma specifike. Nështë të ngritja kapaciteteve të mësimdhënësve si pas nevojave tyre. Mendoj, na falem shumë për zhvillimin profesional këtu në këtë podcast, edhe mendoj që është shumë e nevojshme që bëhet ndonjë hulumtim gjithë përfshirës, nivel nacional, që të analizohen nevojat e mësimdhënësve për zhvillim profesional, dhe të dihet ku me intervenu. Faktikisht një hulumtim që i kom realizuar para 2 viteve me mësimdhënës komunës Pejes, gjetrat e atij hulumtimi më kanë dalë, hulumtimin e kom realizuar duke marrë për bazë kërkesat dhe ofertën e ministrisë në aspektin e zhvillimit profesional. Gjetjet e atij hulumtimi kanë dalë që nuk ka lidhshmëri mes asaj se çka po kërkojnë mësimdhënësit dhe çka po ofron mashti. Mendoj që këtu nevoja duhet plotësohen. Çka ish dasht tjetër për me ndryshu, mendoj që ndoshta një rishikimi programeve apo kurrikula vendore i shkon shumë e nevojshme me u rishiku. Mendoj që programet vendore kryesisht janë të fokusuar tek nivelet e ulta të njohjes. Edhe si rezultat i kësaj, mandej po kemi libra tillë, po kemi testin e arritshmërisë, testin e maturës, sepse edhe kërkesat po bazohen program në konform me rezultateve të programeve vendore. Mendoj që këtu është dashme u bë një intervenim. Kuptohet unë me atë mendimin do të thotë që shkolla duhet mu digitalizu, e përmendën kolegja shumë mirë që ju i përmendat përparësitë e komunës Prishtinës në aspektin e mësimit zgjedhëtor, por nuk e di tash çysh janë kushtet, çysh operacionalizohet tutje në terren, ta shohim. Unë pash programet e partive politike. Briljante kanë tana, po për 4 vjet po duket që Kosova ka më qenë e tëra me mësim traditor. Nuk e di. Shkollat urbane do të kanë specifike, kanë ma problem. Të ne në shkolla rurale mendoj që kemi hapësirat mjaftueshme, infrastruktura është më lehtë, po nuk e di qysh
Qysh realizohet shkolla urbane, nuk e di. Nuk kam informata në këtë temë, përse nuk kisha dashur me fol shumë. Ju një më kompetent për komunë Prishtinës, si dini ato specifika, sfida që ju kanë dalë. Kështu që nuk e di. Janë shumë të gatshëm me ndo dhe me tjetë. Kështu që pa problem. Po shpresojmë. Pyetja e për ty sa mendon si qeveria e re duhet me pas një ose më shumë intervenime, kështu që konsideron ti që janë urgjente? Kolegu e thash pajtohu me shumicën prej tyre që i tha, ne jemi të thotë konsciencë se si qëndrojmë në PISA. Të thotë edhe pa bërë një analizë thukt ndoshta, ne e dim që kemi problem tek përqendrimi i fëmijut, te lexim kuptimi edhe të menduarit logjik. Do thotë nuk bazohemi shumë në këtë kompetencën, po në mbajtjen në të mësuarit mekanik. Qysh duhet kjo me undru, mendoj që kjo duhet me qenë një problem kombëtar. Do në lexim kuptimi. Të organizohen e para 2-3 ditëve patëm një takim në komunën e Prishtinës, një tryezë të rrumbullak dhe me institutin dhe kemi elaboru goxha gjatë e gjërë çështjen e problemeve të PISA-s, po ashtu që delse tjetër dhe lexim kuptimi, një ndër çështjet kryesore. Të hartohen trajnime lëndore, të cilat e kanë në fokus lexim kuptimin. Pra të jetë një kauzë shtetërore. Nëse e kemi këtu problemin, hajde okay, po i marrim të gjitha prej gjitha kandeve, prej çdo dimensioni, po intervenojmë në këtë problem, edhe unë besoj që pastaj nuk kemi më të mësuar mekanik. Kemi praktik, kemi nxënës të cilët e kuptojnë çfarë lexojnë, kemi mësimdhënës të cilët janë të përditshum, nuk kemi më mësim klasik, por është i logjikshëm, kreativ, jep hapësirë. Nëse organizohet nga niveli qendror, pastaj zbatohet në nivelin lokal deri te shkollat, unë mendoj që nëse të gjithë bashk e synojmë këtë, do t'ja dalim për një periudhë shkurt që ta zbehim këtë problemin cilin e kemi aktual tani. Pra kjo, përveç asaj çfarë tha kolegu, unë mendoj se është një ndër pikat që e shoh si problematik dhe jemi së fundmi edhe duke e trajtuar në komunë. Unë e di që tani do të propozohen edhe disa trajnime tjera për kalendarin e ri të trajnimeve, ku e përmendi kolegu ka shumë mësimdhënës që i për ndoshta trajnime që nuk janë të nevojshme. Por në këtë rast, nëse shkojmë të zhvillimi profesional, personal, atëherë mësimdhënësi mundet me kërku edhe diku jashtë, por nëse shkojmë të zhvillimi profesional i mësimdhënësve ku ne shohim se kemi ngecje, atëherë duhet me qenë qëllimi përbashkët i të gjitha palëve, institutit, OJQ-ve, drejtorisë, ministrisë, e të gjithë organeve tjera të cilat janë kompetent për këtë çështje. Po më duket nuk kam çka më shtuane. Jo, keni më shtuar ajsan. Apo po më duket u përmbledh mirë. Jem mundu mi përmbledh, vetëm të falenderojmë. Keni eksperiencë mirë. Gëzohem shumë. Ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit kolege. Akonin, prap ju ftoj me datën 27 në tryezën tonë. Kjo ke informata jam kryesore për sot. Dhe ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi me i nda përbojat edhe me një shkollë tjetër, po edhe të diskutojmë për çështjet cilat janë momentalisht aktuale në Prishtinë. Drejtoreshi Hon, drejtorat dhe faleminderit shumë, ju urojmë bardhësinë punën që jeni ty e bo. Unë e di që e bani punë, çata e kom pas shef mirë pas juve dyve këtu. Pak nashtë ju kom nxjerr punë, po zova si gjetët kohë edhe që datë kontribut. Ju dashur miq, bashkëpunëtor, kolegë, gjithë komuniteti arsimor dhe jo vetëm, uroj që me këtë produkt kemi vendiku sa do pak në përmirësimin e çështjeve që lidhen me menaxhimin, udhëheqjen dhe leadershipin në shkollat Kosovës. Këtë epizod dhe epizodet tjera të podcastit Hap
natyrisht i gjeni në Urban FM 103.5 në të gjitha platformat dhe rrjetet sociale të Urban FM dhe organizatës së teja. Mirëmbëjtje, jemi në episodin e radhës.